4 sëmundjet që mund të përkeqësohen në motë të nxehtë. Simptomat e disa sëmundjeve që mund të përkeqësohen kur temperaturat janë shumë të larta. Kjo ndodh sepse temperatura e tepërt mund të ndryshojë sistemin e termorregullimit ose të rrisë brishtësinë e trupit tek ata që vuajnë nga sëmundje të caktuara. Menaxhimi i presionit kur është shumë nxehtë. Ata që vuajnë nga presioni i ulët i gjakut mund të rrezikojnë kur nxehtësia bëhet e tepërt. Kjo ndodh sepse temperaturat e larta bëjnë që enët e gjakut të zgjerohen. Rreziku që kjo të ndodhë rritet kur lëvizni nga pozicioni i shtrirë në këmbë. Nga ana tjetër, kur jeni me hipertension dhe merrni ilaçe për këtë, mund t'ju duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të rishikuar dozat tuaja. Sëmundjet kardiovaskulare. Nxehtësia e tepërt mund të ndikojë rënd edhe në shëndetin e atyre që kanë probleme me zemrën. Ata që kanë pasur sulme në zemër ose ata që kanë kolesterol të lartë duhet të jenë veçanërisht të kujdesshëm. Dehidratimi i shkaktuar nga temperaturat e larta gjithashtu mund të shkaktojë formimin e trumpit dhe në këtë mënyrë të rrisë rrezikun e goditjes në tru dhe sulmit në zemër. Diabeti dhe sëmundjet e frymarrjes. Me temperatura të larta, ata që vuajnë nga diabeti janë gjithashtu në rrezik më të madh të problemeve kardiovaskulare. Vëmendje veçantë duhet u kushtohet atyre me sëmundje të frymarrjes pasi nxehtësia e tepërt mund të nxjisë episodet e astmës dhe dispnes. Sëmundjet e veshkave dhe gastrointestinale. Nxehtësia shkakton më shumë vështirësi për ata që vuajnë nga problemet me veshkat. Vëmendje veçantë duhet u kushtohet edhe atyre që vuajnë nga probleme gastrointestinale pasi nxehtësia e tepërt dhe ndryshimet e temperaturës mund të shkaktojnë dhimbje barku dhe pasojat të tjera të pakëndshme.